akountën tuaj më argëtuese, duke ndjekur emisionin E Diela Mirëmëngjes. Çdo të diel live. E Diela Mirëmëngjes është një e diel aktive. She loves it, ka thon prom kur ka po para klubit. Tu pritet sum leshin me himrana pije notë. Tu thon vet me veti bre, nonën e pa pakit. Nën ke zamra kur qështet në pinol. Ti shekone jamja ishim shku 2 herë mujt njoltit. Sa më larg zhurmës, plugnet asfaltit. Sa më larg punës, numrat, kontaktet. A më fjallën ta fali ma që Unë ty me dal, po ty nuk jes. Munde me ta fal se ti vetëm më leo. Baby so fair, baby so fair. Mandi më ka marrë e nuk mundem ta fshea. Nuk kam as një fjallë që nuk di me ta shprea. Baby so fair, baby so fair. Me ton natën se ko marrë me veti jaknën. Shumë ftoft kisha mujt me hin klub taktën. Me mujt me gjetat vajzën që për nxon me lona gjatën. Ajo kalon me si shtongër si nglatën. Dance to the rhythm, bounce, bounce the sound system. Ti e shumë gangsta për me kontre dhe ma say dance to the rhythm, bounce the sound system. Ti e shumë gangsta për me kontre. Unë ty me dal, po ty nuk jes. Munde me ta fal se ti vetëm më leo. Baby so fair, baby so fair. Mandi më ka marrë e nuk mundem ta fshea. Nuk kam as një fjallë që nuk di me ta shprea. Baby so fair, baby so fair. Bori, ato të bojnë me kisht. Unë jem këtu për ty, e si marrë për seriosisht. Jo, nuk po ndodh rasisht. Ti e këtu për mu, e tjera gabimisht. Shpresën e tut prit besin, për deri sa në knajnë që me presin mëngjesin. Bash, për shtatimi jemi njëri tjetrin e kemi. Sky's the limit, krejna gjithë bash. Ti edhe pak, nga dashuria jote më fal. Ti më fal, dhe mos u ndal. Më jep ti shpirt, jo vetëm fjallë. Se asnjëherë nuk lodhe mu. Me dashuri më pak në zemrën time do të çu. Unë asaj fal gjithçka sot më kam. Nëse më beson dashurinë e saj. Ti edhe pak, nga dashuria jote më fal. Ti më fal, dhe mos u ndal. Më jep ti shpirt, jo vetëm fjallë. Ti edhe pak, nga dashuria jote më fal. Ti më fal. Mirëmëngjesi të gjithëve të dashur miq, teleshikues dhe radio dëgjues.
të emisionit e Diela Mirëmëngjes në radio televizion Ora News. Ka startuar edhe për ditën e sotme në datën 5 maj e Diela Mirëmëngjes, ora saktë shënon 7:05 minuta. Kemi ardhur ndryshe sot, ka ardhur pranvera, por që po më duket se po troket edhe vera, sepse pas pak ditësh hapet zyrtarisht edhe sezoni turistik. Mjafton edhe 10 ditë, por kjo s'do të thotë që njerëzit nuk kanë filluar të shkojnë në plazhe edhe të fillojnë ato banjën e diellit, ritualin e zakonshëm, pse jo edhe për të marrë ato rrezet shumë pozitive të diellit, që jo vetëm në anti, por na sjellin edhe në hare për të përballuar javën shumë të lodhshme për disa individ edhe shumë stresuese njëkohësisht. Unë ju falenderoj që keni përzgjedhur të Diela Mirëmëngjes për të zgjuar sot edhe sigurisht për të qenë të karikuar gjatë gjithë ditës, po edhe gjatë gjithë javës, duke pasur parasysh që këtu gjithmonë flasim për tema shumë interesante, me të ftuar shumë interesant, edhe sigurisht që përcjellim impulse shumë pozitive përse i përket ditës dhe javës tuaj në vazhdim. Ndonjëherë jemi munduar të japim edhe ndonjë recetë, nëse do ta quajmë kështu, përse i përket piknikeve dhe udhëtimeve ndryshme që mund të realizohen ditave të diela. Mirë, 04-234-7577 është numri jon i kontaktit, ku ju mund të ngreni receptorët e telefonëve tuaj, të formoni këtë numër edhe të kontaktoni me ne përse i përket opinioneve dhe komenteve tuaja në lidhje me temën që ne kemi përzgjedhur ta kemi sot pjesë të emision, edhe sigurisht edhe në sintoni me temën kemi edhe të ftuar tanë shumë interesant që do të vinë pas pak në studiot e radio televizionit Ora News për të diskutuar me ne këtë temë, edhe sigurisht për ta bërë më konkrete dhe më aktuale, sepse gjithmonë është diskutuar për student të ri që dalin nga bankat e shkollës, por që nuk kam pasur mundësinë të gjejmë punë, megjithse përpjekjet nuk kanë munguar. Atëherë, kemi disa studentë të punësuar, ne do të dëgjojmë edhe vetë historitë e tyre, nëse vallë punojnë në ato që ato kanë studiuar apo jo. Janë në sajt të kërkesave të tregut, që do të thotë një person që nga mbaruar histori mund të bëhet edhe një moderator shumë i mirë ose anasjelltas. Dhe student të punësuar, për këtë temë do flasim sot, përse i përket këtyre studentëve që sigurisht përveç se impenjimit akademik mundohen edhe të angazhohen për të pasur financa të mira, edhe pse jo për të diferencuar pak nga të tjerët. Kemi të ftuar sot njerëz shumë interesant, unë do t'ja anonsoj vetëm pas pak për të dhënë pikërisht ato modelet që duhet të jepen përse i përket njerëzve që duhet të përpiqen edhe të japin kontributin e tyre jo vetëm për veten, por edhe për shoqërinë. Mirë, me këto mesazhe sensibilizuese ka filluar mbar Diela Mirëmëngjes sot, edhe sigurisht unë shpresoj që të ketë filluar mbar edhe për ju duke pirë atë kafen e mëngjesit që aq shumë e duam të gjithë. Edhe duke bërë planet e ditës, pse jo, duke bërë listën e gjërave që nevojiten në shtëpi. Besoj se mëngjesi kështu fillon pothuajse në të gjitha familjet. Dikush tjetër mund të ketë përzgjedhur metodën e lëvizshme, që do të thotë mund të na dëgjojnë nëpërmjet radios 96.7 MHz, radio Ora News, dhe duke udhëtuar me makinën e tyre, na dëgjojnë ne, sigurisht që i përshëndesim gjithë ato që kanë përzgjedhur që ndrojnë në frekuencat e radio televizionit Ora News. Mirë, një falënderim i veçantë shkon për të gjithë ato që komentojnë pafund, dërgojnë mesazhe pafund në rrjetin social Facebook, në fanpage-in e Diela Mirëmëngjes, ku unë ju ftoj edhe juve të bëni një like, se është bërë like-u si çok. Përse i përket gjithë tyre personave që janë bërë pjesë e pandashme me komente, me opinione, me pëlqimet e tyre, kaqë gjërave që ne publikojmë her pas here për t'ju mbajtur të azhurnuar, duhet një falënderimet vërtet shumë i madh për suportin që na jepni çdo ditë. Mirë, meqense jemi te falënderimet, falenderoj Enjon që është në pultin e transmetimit.
djemtë e regjisë që krijojnë një suport shumë të mirë të emisionit, edhe që kanë kështu këshilla të veçanta për të luajtur pafund me planet, por sigurisht edhe grimierën e Ora News Olon, që më kam bërë kaq shumë të lezetshme sot. Okej. Mbaruam me falenderimet, pas pak neve sigurisht do të anoncojmë edhe emrat e të ftuarve tan, për gjithë ato që janë kurioz, për gjithë ato që nuk e kanë hapur Facebook-un tje, për gjithë ato që nuk i njohin të ftuarit tan, që të mund t'i kenë marrë në telefon, shkollu, jesh nesër te Elisa, te Dila, mirëmëngjes. Okej. Për gjithë këto, vetëm pas pak emrat e të ftuarve, po ju mos hezitoni të kontaktoni në 04 234 7577. Edhe një gjë tjetër, jemi me muzikë shumë të mirë, në sfond jemi me muzikë new entry, me muzikë shqiptare, me muzikë nga këngëtarët ndër më të mirët të Shqipërisë. Mirë, do të shkojmë tek horoskopi për të kuptuar se si do të jetë horoskopi për ditën e sotme, edhe për të kuptuar se si do të shkojë java jon përsa i përket shenjave të zodiakut, se çka planifikuar yjet për shenjat tona, si do të jetë fusha sentimentale, por edhe pikpamje financiare. Mirë, shkojmë në horoskop dhe rikthehemi sërish. Dashi. Për pjesën më të madhe të dashuruarve, kjo ditë do të jetë emocionuese dhe e mbushur me pasion të zjarrt. Në planin financiar, yjet do t'ju ndihmojnë të shkoni në rrugën e duhur dhe të mos keni probleme. Demi. Nëse jeni në një lidhje, vazhdoni të tregohuni sa më të sinqert dhe transparent me atë që keni në krah. Në planin financiar do të jetë ditë shumë e fat, situata do të jetë mjaft e qëndrueshme. Binjakët, jeta në çift nuk do të jetë ashtu si ju e keni pritur sot. Në planin financiar duhet të tregoheni të vëmendshëm dhe të matur. Gaforia. Dita e mirë kjo e sotmja për jetën e çift. Venusi do të sjellë harmoni dhe paqe në mjedisin tuaj, kështu që shfrytëzojeni sa të mundni çdo minutë. Financat duan më tepër kujdes. Luani. Sot gjithçka do të varet nga ju në jetën e çift. Tregohuni të matur, të kursyer dhe të organizuar në planin financiar. Virgjëresha. Jupiteri do t'ju sjellë fat gjatë kësaj dite në sektorin e dashurisë. Të ardhura do të rriten ndjeshëm. Megjithatë, kjo nuk do të thotë që ju të shpenzoni pa u menduar as pak. Peshorja. Do të jeni shumë besnik ndaj partnerit sot dhe do t'i ja dëshmoni atij këtë. Financa do të jenë më të mira se sa mendoni dhe mund të shpenzoni më tepër. Akrepi. Flisni sa më hapur që të mundeni sot me atë që dashuroni dhe sqaroni çdo dyshim që keni. Financa do të jenë paksa delikate sepse nuk e rezistoni dot dëshirës për të mos shpenzuar. Kujdes. Shigjetari. Lumturia në çift do të mbizotrojë gjatë kësaj dite. Financa do të kenë ndryshime pozitive, do të ndjeni të qetë në këtë sektor. Britsjapi. Do mendoni shumë më tepër për jetën tuaj sentimentale gjatë kësaj dite dhe do i merrni gjërat më seriozisht. Hana do të ndikojë negativisht tek financat. Priten vështirësi të mëdha. Ujori. Ka mundësi të vendoset pak distancë gjatë kësaj dite ndërmjet jush dhe atij që keni në krah.
Në planin financiar nuk rekomandohen shpenzime të mëdha. Peshqit, pritet që çdo gjë të shkojë më së miri gjatë kësaj dite në jetën tuaj në çift. Menaxhojini me kujdes të ardhurat që keni nëse nuk doni të përballeni me tronditje. Mirë, jemi rikthyer sërish në studio dashurmi, që ora saktë shënon 7:15 minuta. Jemi në datën 5 maj, edhe sigurisht një urim shumë i përzemërt edhe special shkon për të gjithë besimtarët ortodoks, sepse kanë Pashkët sot, gëzuar Pashkët edhe shpresoj që mbarësia të jetë gjithmonë pranë jush dhe në familjet tuaja. Mirë, student të punësuar, për këtë temë do të flasim të paktën në pjesën e parë të emisionit, sepse në pjesën e dytë do të kemi një temë shumë interesante. Jo që kjo e para është më pak interesante, por pas pak do të zbulojmë emrat e personazheve që do të shkelen në këtë studio sot, disa për herë të parë, disa jo, sepse kemi pasur miq të vjetër. Kemi një telefonat? Alo. Alo, përshëndetje. Alo, përshëndetje. Kush jeni nga flisni? Jam një Ertila nga Durrësi. Ertila e dashur, më thuaj. Doja të uroja tim shoq me rastin e përvjetorit martesës. Edhe ne urojmë, por në lidhje me temën që ne kemi për ditën e sotme, student të punësuar, mendon ti se ka student që përveç se studiojnë edhe punojnë, edhe në të njëjtën kohë mos bëjnë atë çka studiojnë fundja. E sa gjë pozitive është. Ma merr mendje që nuk bëjnë ato që duhet, por studentë ka shumë studentë që studiojnë, që punojnë, janë të punësuar, sepse nevojat ekonomike në vendin tonë janë goxha, nuk e përballojnë, është e drejtë. Nuk e përballojnë dot. Nuk e përballojnë. Po përsa i përket politikave ndryshme sociale që përfshin edhe studentët, ke dëgjuar, ke parë, apo student punësohen ku të munden fundja? Mundohen të përzgjedhin në bazë të asaj që studiojnë, por jo të gjithë mund bazohen tek për shembull marrim nëse ti studion për mësues ose për një diçka, nuk punësohesh si mësues si fillim, mund bësh një punë tjetër edhe pak jashtë profilit tënd, sa të futesh në bazat sepse është e vështirë, si për të punësuar në profil, si për të jetuar, sidomos këtu në vendin tonë. Ti vetë je studente apo e ke mbaruar procesin akademik? Unë jam mësuese, por dhe studioja master. Në momentin që ke qenë në 3 vjeçar, në bachelor, jo, 4 vjeçar. 4 vjeçar. A ke qenë e punësuar apo s'të është dhënë rasti dhe mundësia? Nuk më është dhënë as rasti as mundësia. Kushtet që kam pasur dhe nuk kam pasur shumë të nevojshme. Sa mirë për ju. Që po, nëse do t'isha e kundërta, sepse nuk përballohen. Faleminderit shumë Ertila. Jeni shumë e këndshme, ja kalofsh një ditë të mbarë. Faleminderit shumë e dashur. Faleminderit. Mirë, ka qenë opinioni i parë për ditën e sotme, studentë të punësuar, për këtë po flasim sot. Do të kemi publicistin Dorian Koçi, që do ta mbërrijë në studio pas pak minutash, do të jetë ftuar i parë për t'i dhënë pesh jo vetëm temës, por edhe për të dhënë fjalën e tij përse i përket kësaj teme shumë interesante. Student të punësuar, student në dilema, student që duhet të vendosin vetë për faktin e tyre, për gjendjen e tyre financiare, edhe sigurisht për vështirësitë dhe përpjekjet që ka tregu i punës për t'i përfshirë ose jo ato. Edhe çfarë mund të bëj fundja një student? A mund të punoj për atë çka studion apo aty ku i lindet mundësia dhe atë çka ofron tregu i punës? Më pas do të kemi 3 student shumë interesant, që jo vetëm janë në procesin akademik, por edhe studiojnë, punojnë njëkohësisht. Do jetë Albano Idrizi, Denis Palushi dhe Ilir Sinanaj, që
besoj se janë edhe kolegët e mi. Kështu që do të jetë një bisedë shumë interesante me 3 studentë që kanë arritur të bëjnë diçka në jetën e tyre për të dhënë një model shumë të suksesshëm të gjithë atyre të rinjve të tjerë që duan të ecën përpara edhe kanë atë frymën e bashkëpunimit. Mirë, më pas do të flasim dhe do të fokusohemi në pjesën e dytë tek forumet. Do të jetë Ejona Isufaj, drejtore e shoqatës për integrimin në zonat informale, dhe Elena Polo, eksperte e Institutit Agenda, për të na folur për sa i përket disa forumeve që do organizohen në gjithë Shqipërinë, ku të rinj do të jenë në qendër dhe që mund të marrin pjesë për sa i përket debateve të ndryshme, edhe sigurisht edhe pikpamjeve politike që mund të kenë të rinjt. Mirë, 04-234-7577 është numri jon i kontaktit. Mjafton të ngrini receptorët tuaj, të krijoni numrin 04-234-7577 edhe të na telefononi për të kontaktuar me ne, për të dhënë opinionin tuaj, për të dhënë pse jo një mendim ose le të themi një reflektim tuaj se çfarë duhet bëjnë studentët sot, çfarë bëjnë studentët që edhe punojnë edhe studiojnë njëkohësisht, edhe çfarë politikash duhet përmbaj vetë shteti shqiptar për sa i përket këtyre studentëve, duke pasur parasysh që në vende të ndryshme të botës studentët kanë gjithmonë facilitete për sa i përket mënyrës së të punësuarit part-time, për të pasur më tepër mundësi edhe për angazhimin në procesin akademik. Mirë, do të shkojmë tek Moti për të kuptuar se si do të jetë dita e sotme, sepse me gjithë njerëzit që kanë folur sot, më kanë thënë që do shkojnë në Durrës, koha është shumë e favorizueshme për këtë, por le të ndjejmë një herë Motin për të parë se si do të jetë koha edhe nesër. Moti. Mirë, jemi rikthyer sërish në studio, ora saktë shënon 7:24 minuta, është momenti kur ne lexojmë shtypin e ditës se çfarë kanë shkruar suplementet kryesore për ditën e sotme për këtë ditë ku shënon 5 maj 2013. Nisim me gazetën Shekulli, e cila hapet me kryeartikullin e saj zyrtari i lartë braktisë PD-n Islami zuri vendin e tij. Një shkrim në faqen 67 nga Plaren Çehu
Komen nga Fatmir Shehun, një vot mbi arsyen, jo mbi mitet, një shkrim në faqen 8. Letra e sotme, turizmi, predikim që përgënjë shtrohet çdo ditë, një shkrim nga Besnik Velaj në faqen 8. Dosier nga Dalan Buxheli, 5 maj, emrat e dëshmorëve po i zëvendësojnë tradhtarët, një shkrim në faqen 18. Meta ska bojkot e majta 200.000 vota më shumë se PD, një shkrim nga Janus Bukajevski në faqen 4 dhe 5. BMW-ja shtyp 2 policë në Kamuz, njëri vdes në spital, një shkrim në faqen 2. Braktisja shkrihet takoja në Vor, 100 anëtar kalojnë te PS, një shkrim në faqen 3. Intervista Brylat e fort të Suada Sherifit, një shkrim në faqen 12 dhe 13. Paolo Foresti ish ambasador unë kumbari qeverisë Fino në 1997, një shkrim në faqen 16 dhe 17. Receta 23 vjeçarës, pun dhe vetëm pun, Diti Zaimi, rrëfimi i një studenteje. Kemi përfunduar me gazetën Shekulli për të shkuar te gazeta shqiptare, Agronduka, Kok më kok me kokajt. Një shkrim që do e gjeni në faqen 2. Dosier nga Fatos Veliu, versioni i shtëfejuarës së Skënder Shehut, Silva Turdiu, Enveri ma njihte baban, një shkrim në faqen 10 dhe 11. Makina përplas 2 polic, një vdes, tjetri plagoset rënd, një shkrim në faqen 6. Berisha Bazar PS-LSI, por do të votojmë 3 ligjet, një shkrim në faqen 3. Meta zgjedhjet do t'i fitojë me 200.000 vota më shumë, një shkrim në faqen 4. 100.000 familje shqiptare marrin ndihmë ekonomike, një shkrim në faqen 5. Shpella në Himar përplas ministrin me kryebashkiakun, një shkrim në faqen 9. Dhunë në fush Kruj Gjakoset futbollisti brenda në fush, një shkrim në faqen 14 të gazetës shqiptare. Sot në Milosau, Arben Puto takime me komunistët në Londër, një shkrim që dhe gjenë në suplementin e gazetës shqiptare. Nga Dritan Hila, shqiptarët e 5 maj, është opinioni ditës që vjen në faqen 13. Zonës ministre e mbrojtjes Arta Musaraj, Shqipëria në NATO jep stabilitet, një shkrim në faqen 12. Kemi përfunduar me gazetën shqiptare për të shkuar te shqiptarja.com, e cila hapet me krye artikullin e saj. Tendera për zgjedhje 55 milion euro për Unazën, një shkrim në faqen 2 dhe 3. Koment nga Afrim Krasniqi, gjua e pushtetit, një shkrim që dhe gjeni në faqen 12. Letrat sekrete të Jakomonit për Shqipërinë drejt kontit Ciano, një shkrim nga doktor Sonila Boci në faqen 12 dhe 20. Dosier Enver Hoxha Hrushovi na kërkoi Vlorën, një shkrim që dhe gjeni në brendësi të gazetës shqiptarja.com. Lista e Durrësit, Agronduka kandidat i republikanëve, një shkrim në faqen 6. Kemi përfunduar edhe me gazetën shqiptarja.com për të shkuar tek e përditshmja Gazeta Telegraf. Emrat e ministrave pas 23 qershorit, një shkrim në faqen 2 dhe 3. Opinion, drejtor në Spitalin Pajlaçe nga Jakub Gjocaj në faqen 7. Pulla e parë kombëtare nga Jovan Basho, një shkrim në faqen 6 të gazetës Telegraf. Banka e Shqipërisë dhe norma e interesit nga Elton Leka, një shkrim në faqen 6. Nga profesor Zaho Golemi, kush e ka drejtuar shtabin e përgjithshëm, një shkrim në faqen 8. Rrëfimi i rënditës Janulla Rapit dhe shuria e djalit me vajzën e Kalerez u bë shkak për internimin tim në Gurore, si reagoi dritëroj kur u ankova për Ismailin dhe si u pajtuan vitet e fundit me çiftin Kalare. Një shkrim në faqen 14 dhe 15. Dalan Buxheli, lavdi dëshmorëve të Adeut, Çez i Sahid Dollapit po vjedh dhe veteranët mungon higjiena tek pedonalja e Tiranës. Një shkrim në faqen 3, 7 dhe 9.
Kulturë dhe spektakël, Margaret Shlaku, Fama, Nuk më ka marrë mendjen, Big Brother, Anajti dhe Joana merren në thashëtheme. Një shkrim në faqen 10 e 11. Mjeku në familje, një rubrik kjo në gazetën Telegraf, ku do të gjeni rreziku nga artmia dhe kura për hipertensionin, limoni për kurat në tëmë dhe kolesteroli, si ta shqetësojnë pa ilaçe krizën e migrenës, shkrim në faqen 22 dhe 24. Mozaik dhe aktualitet, Lulzim Basha, objektivi 24 orë internet falas në ambientet publike të Tiranës, një shkrim në faqen 5. Demokratët e Librashtit, nëse Çota do të jetë kandidat për deputet, do të votojmë kundra. Një shkrim në faqen 18. Futboll, gjyqtare femra në Super League, Partizani sot luan edhe për Dinamon, një shkrim në faqen 19. Në faqen 9, Dritoroa Golli dhe Ismail Kadere, poezi për herojnë dhe dëshmorët e lançet. Edi Rama, PS-ja do të fitojë një shumicë të qartë dyert të së majtës, të hapura për të gjithë kuqezinjt. Një shkrim në faqen 2 të gazetës Telegraf. Intervista në Art Ndoka, sondazhet nuk tregojnë realitetin, por modelet të fabrikuara, eksperiencat e hidhura të PDK-s. Një shkrim në faqen 4. Ambasada amerikane, debati rinor sipas stilit presidencial amerikan, Arvisu, mësim për politikanët e rinj. Një shkrim në faqen 4. Kemi përfunduar me gazetën Telegraf për të shkuar te gazeta Tema. Basha rivjedh me forcë Tiranën, nuk dorëzon Këshillin. Një shkrim në faqen 3. Shkrihen degët e AK-s në Fier, Vlore, Mallakastër. Një shkrim në faqen 5 të gazetës Tema. Meta, opozita do fitoj më 23 qershor 200.000 vota diferencë, një shkrim në faqen 6. PSO, në 8 vite qeverisje, Berisha e shfrytëzoi arsimin për propagandë, një shkrim në faqen 5 të gazetës Tema. Kukës, aty ku më 23 qershor do të votoj e gjithë Shqipëria, një shkrim nga Lindita Çela në faqen 7. Agron Duka largohet nga PSO, kandidon për republikanët në Durrës, një shkrim në faqen 4. Editorial nga Merobaze, miti i mos dorëzimit të pushtetit me vota, një shkrim në faqen 8. Opinion nga Shenasi Rama, cila mendësia bot kuptim do të sjellë ndryshimin ndër shqiptarët, një shkrim në faqen 11. Nga Brizita Gjikonti, një tjetër opinion ke harruar Erion Braçen, një shkrim në faqen 9 të gazetës Tema. Në rubrikën Antena brenda familjes, Josi retushon fjalimin nga frika e Sandrit. Kemi përfunduar me gazetën Tema për të shkuar tek e përditshmja gazeta 55. Paniku i humbjes së Ramës dhe 3 ligjet e pavotuara. Në Brëndësi, Berisha punësimi për parësia jonë e madhe në 4 vitet e ardhshme. Lajmi Rama i pabes me shkesjen e koalicionit, Agron Duka thjesht dhe vetëm e përbuz. Me dhunën opozita demaskoj veten. Nga Edison Ypi, një tjetër opinion, doktor perfekt, poni po heqim duplikimet, listat gati brenda afatit. Berisha, posta shqiptare, një promotor i zhvillimit të Shqipërisë digjitale. Në forum nga Kostaq Xoxa, Qosja, 21 janari dhe Standardi. Me gjithë Prençi e Majta e nisi fushatën me prurimin e politikës pa moral. Shqipëria protagoniste e mirëfillt e të ardhmës evropiane. Në suplementin letrat, si kam njohur Viktori Puzanovën. Një suplement në faqen 13 dhe 23 të gazetës 55. Shkojmë te gazeta Koha Jon. Berisha pas mashtrimit të Ramës për heqje taksas, shihet rritja e tyre. Një shkrim në faqen 3. Tiranë, BMW luksoze për plas patrullën, vdes një nga policët, një shkrim të faqen 10. Korç, 3 burra theren me thika për hedhjen e plerave, një shkrim në faqen 10. Gjirokastër tenton të shuaj vapën, mbytet në lum i riu, një shkrim në faqen 11.
Raporti: Banka e Shqipërisë gjysma e bizneseve ka kredi për të paguar, një shkrim në faqen 5. Takimi është të përndjekurit me halimin në zgjedhje mbështesim PD. Një shkrim që do të gjejë në faqen 6. Ish ministri i PS-s Agron Duka kandidat për deputet i PS, një shkrim në faqen 2 të gazetës Koha Jon. Në koha sport, Sulejman Demollari, barazimi i drejtë, gjykimi mund të ndëshkojë ndaj Norvegjisë. Dinamo dhe Elbasan i shpëtojnë Ferit Bjegramshi, rrezikon 5 lidhja. Erando Karabeci, nëse nuk paguhem, do ta prish kontratën me Tiranën. Derbi Tiranë-Partizani, bukuria e sezonit tjetër, Dede rinovon edhe për 2 sezone. Teuta dhe Kuksi presin biletat evropiane, finalja. Laci Bylis zgjidh enigmën e fundit. Do i gjeni të gjitha këto në Koha Sport në faqen 17 dhe 22. Kemi përfunduar me gazetën Koha Jon për të shkuar tek Gazeta Nacional, gazeta javore social-kulturore. Nata e erët e shisave dhe shpirtit, një shkrim nga Agron Tufa në faqen 3. Nga Muj Buçpapaj, krimtaria, gjenerata tjetër, një shkrim në faqen 21. Nga Nuri Dragoj, Kosova dhe Çamëria në veprën e Erben Kontit, një shkrim në faqen 18 dhe 19. 100 vjetori e emërimit të pullës së parë shqiptare, Berisha postash promotore e zhvillimit të Shqipërisë digjitale, një shkrim në faqen 22. Në brendësi do gjeni tregime, poezi, kujtime, kritika të ndryshme. Profili spikatur i Sulejman Matos në letërsinë tonë bashkohore, studim nga doktor Mojkom Zeqë në faqen 7. Zhiti të kujtojmë tmerin që të mos ketë më tmere, një shkrim në faqen 22. Shkojmë të gazetat sportive, tek Panorama Sport, e cila hapet me krye artikullin e saj, Skënderbeu i falet plakut, bind Tirana, një shkrim në faqen 2 dhe 5. Zyrtare Kuksi siguron Ligën e Europës, një shkrim në faqen 7. Flamurtari i thyen vllaznin me të rinj, një shkrim në faqen 4. Grushtet e Partizanit dhe volli sherr me Malo, një shkrim në faqen 8 dhe 11. Arbitret femra ishte mrekulli, një shkrim në faqen 3. Mbijetesa, Beslia dhe Himara drejt rënjes, një shkrim në faqen 9. MotoGP, Lorenzo niset i parë në Spanjë, një shkrim në faqen 13. Skandal, Rakli kërcënon gazetarin mos shkruaj për sherrin, një shkrim në faqen 9. Gjermani, Dortmund dhe Bayern, barazim mes tensionit, një shkrim në faqen 14 dhe 15. Juventus, Conte, prish festën, mund të largohem, një shkrim në faqen 18. Son ndeshja, Chelsea luan Championsin kundër United, një shkrim në faqen 19. Shkojmë te gazeta e fundit, e cila është Sport Express. Ekskluzive, gjika të vërtetat e dështimit të flamurtarit, nga një shkrim nga Gjert Stefan që vjen në faqen 3. Lojtarët qertë e Partizani Dinamo ja del mes terrorit, një shkrim në faqen 10 dhe 11. Super rehabilitim, lojtarët e Kombëtarës dhe u vetëm një pajisje e re në Tiranë, një shkrim në faqen 15. Ideot një ofertë me ulje rroge për Gilman Like, një shkrim në faqen 6. Skënderbeu, fest me banderola dhe puro, Korça është e lumtur, një shkrim në faqen 7 të gazetës Sport Express. Vllaznia Smajli, jam larg Shkodrës, askush s'po më kontakton, një shkrim në faqen 4. Stop Mercatos, në këto 24 orë mendohet fest, një shkrim në faqen 4. Seria A, Allegri tek Roma, klubet e përgënjeshtrojnë, një shkrim në faqen 18. Bundesliga, Dortmund Bayern, nervat nuk mbajnë, një shkrim në faqen 16 dhe 17. Mirë, kemi përfunduar me gazetat për ditën e sotme, me shtypin e ditës jemi ashurnuar paksa me informacionet që na voliten çdo ditë, t'i dëgjojmë edhe sigurisht edhe t'i lexojmë aty afër lagjes ku marrim atë gazetën e përditshme ose disa prej gazetave të përditshme që neve i besojmë, për të marrë informacionin edhe ushqimin ton të përditshëm informativ. Mirë, ora e saktë është 7:39 minuta. Pas pak do të presim Dorian Koçin, publicist, për të diskutuar në lidhje me temën student të punësuar, se ç'opinion dallaj me ne, por deri atëherë shkojmë në këngë dhe rikthehemi sërish në studio në të dielën. Mirëmëngjes.
thënë një fjalë që ti e doje shumë, por ti zemër s'më kuptove kur s'më ndjeve sa të ndjeja unë. Më mbeti një fjalë pa thënë, më mbeti shpirti tek ti, por ty zemër nuk pendohem se të doja e shtrejta ime ti. S'të kam harruar, të kam menduar gjithmonë. Nuk do gjesh tjetër se dashuria se më s'të kam harruar, të kam menduar gjithmonë. Nuk do gjesh tjetër si dashuria Rikthyer sërish në studio të Dashur Miq, ora saktë 7:44 minuta, 0423475777 është numri jon i kontaktit. Po flasim për student të punësuar sot. Është tema e parë e ditës së sotme. Kam britur në studio Dorian Koçi, publicist. Faleminderit që je këtu. Faleminderit për ftesën. Është ndër i madh që të kem për herë të dytë pas disa muajsh. Kështu që është kënaqësi dhe për mua për të ardhur në këtë studio, e cila normalisht na zgjon çdo mëngjes të dielave dhe na jep një adrenalin për ditën. Faleminderit Dori, kjo ishte një kompliment shumë i sofistikuar. Jo, normalisht. Neve që ngrihemi herët dhe për shkak të detyrimeve. Se ka njerëz që ngrihen herët të dielave, po gjithë ata që janë, le të themi, familje të reja, ku bëj pjesë dhe unë bëhet zimi që në orën 7 pasherek, 7 nga imbirë, çka do të thotë. Fjor me zile, vështë. Po, pastaj fillon gjithë programi. Ore news, e dita mirëmëngjes. Patjetër, janë vetëm 2 ditë në cilët unë i përkushton familjes sime, kështu që normalisht nuk kam një pushim të si dikur. Okej, po flasim për student punësuar sot, dhe më pas do të kemi edhe 3 student të rinj, por që janë punësuar dhe janë angazhuar në tregun e punës, si publicist, edhe si pedagog, ti e pran, ti i vren çdo ditë, i ketë prekshme historitë e tyre, edhe nevojat, sigurisht. Kjo është një nga temat të cilat neve në mësimdhënie, le të themi, hasim që ditën e parë, pra pas atij, le të themi, hutesës së parë që kanë studentët, hutimit kur ata vinë në bangat e fakultetit për herë të parë,
le të themi pas një muaji, një nga pyetjet kryesore është ku neve do të punësohemi. Edhe për shkak sepse le të themi shoqëria jo nuk ka arritur akoma në ato nivele të zhvillimit të vet ku njerëzit mund të mbarojnë dhe një fakultet dhe mund të ndjekin dhe ëndra të tjera ose dhe anasjelltas, po për shkak të zhvillimit ekonomik kërkohet që menjëherë arsimi të jetë një dhënës, një le të themi pasaportë e sigurt për të filluar një punësim të mirë. Dhe në këtë drejtim ne mendojmë ose në përgjithësi një sër njerëzit që janë marrë me këtë lloj raporti se në Shqipëri ka një problem të madh midis përshtatshmërisë së arsimit që merret dhe gjetjes së tregut të punës. Pra akoma nuk është bërë ajo lidhja e artë që mund të themi që edhe me botën e biznesit, edhe me botën e administratës publike për të dhënë një mundësi të rinjve. Vazhdimisht ekziston një lloj paragjykimi, njeriu që sapo ka mbaruar fakultetin nuk është i aftë, domethënë sepse i duhet një eksperiencë. Të gjitha ato kërkesat për punë janë me 5 vjet eksperiencë dhe lart. Imagjinoje me shumë kërkesa, por të gjithë këta njerëz harrojnë se dikur dhe këta kanë qenë vetë, pra kanë qenë vetë që sapo kanë mbaruar fakultetin. Sigurisht që ka dy lloje ekstremesh në Shqipëri. Në një anë janë ato që favorizon politika dhe është për të ardhur keq, ku shikon 22 ose 23 vjeçar që nuk janë të aftë për të mbajtur poste të larta në administratën shtetërore, por qoftë dhe në biznesin privat. Dhe kjo është le të themi një farë vrasje, pra në thonjza që ju bëhet personalitetit të këtyre njerëzve, sepse duke e marrë çdo gjë të thjeshtë që në moshën 23 vjeç, shumë shpejt diku pas 10 vjeçari nuk janë më të aftë për të përgjigjur sfidave të shoqërisë, sepse janë mësuar gjithmonë në pozicionin që njerëzit i quajnë në zhargon vende pëllumbash. E dyta është se të rinjve të cilët mbarojnë paragjykohen duke u thënë se nuk kanë mundësi. Atëherë do të ishte mirë që të kishte një arsimi që në fillim të kishte politika dhe të dizenjoj në favor të tregut të punës. Tu janë dy qasje. Ka një qasje. Para se të shkojmë te qasja Dori, shikojmë çfarë mendimi ka telefonuesi. Po patjetër. Pse jo edhe për ta diskutuar. Alo, përshëndetje. Përshëndetje, mirëmëngjesi. Kush jeni nga Flisni? Aleksandri. Aleksander, më thuaj pak ç'mendim ke lidhje me temën student punësuar, sepse me qenë se kemi dhe Dorin këtu mund edhe ta konsumojmë me Dorin. Punësimi studentëve është gangrena kryesore sot e shoqërisë, flas para në masive, por se ajo që po ndodh si fenomen tjetër përveç se faktit që niveli ulët në përgjithësi flas, kam pirë atë pjesë të mirë të studentëve ose të studime pas studentore, mos i kanë dalë nga shkolla, nga fakulteti me rezultate të larta, sa empirja do thosha politike, militante, e cila brezin e ri të vërtet dhe atë brez që ka aspirata për jetën e rrudhos dhe empin deri diku, ajsa në raste saktura një pjesë e bën edhe pesimiste për jetën. Ky është mendimi jot, Aleksander. Në lidhje me këtë temë, por se gjithmonë është ana pozitive që janë punësuar dhe kanë nga ato studentë të cilët me sakrifica të jashtëzakonshme kanë çarë rrugën e jetës duke bërë dhe studime, duke gjetur dhe një punë vetë. Por se në përgjithësi pastaj brenda idesë time kisha fjalën që pas studimeve për të gjetur një punë të rastshme brenda profesionit, paktën brenda dëshirës që ke mbaruar një shkollë, aty fillon pastaj një ngerës tepër i madh për brezin e ri dhe aty është dalja pragu i parë në prezantimin e jetës së vërtetë. Okej, falenderoj shumë. Ju falenderoj edhe unë dhe më së miri të rasti. Po. Uroj gëzuar Pashkët ortodokse. Absolutisht. Gëzuar të gjithë besimtarëve. Mirë. Kjo që thot Aleksandri qëndron në një farë mënyrë. Qëndron shumë sepse statistikat më të mëdha që jepen është që le të themi qoftë në brezin e ri që ka një papunësi, po dhe e dyta ka të bëjë ajo që quhet papunësi efektive, në kuptimin që dikush ka mbaruar një lloj profesioni, nuk punon në profesionin e vet, por është i punësuar në profesione të tjera, sepse le të themi një student që nga mbaruar për mësuesi kimi biologji, nëse ai punon në një qendër interneti si le të themi menaxheri në qendër interneti, kjo nuk do të thotë sepse ai ka gjetur vetveten. Kjo është thjesht sepse ai ka gjetur një mundësi
për të mbijetuar, pra për të marrë një rol, për të marrë një pagesë dhe për të mbuluar shpenzimet mujore, por jo sepse është punësimi i vërtet i tij. Unë doja të thoshja në vazhdimsi që këtu ka dy lloj qasjesh. Një lloj qasje që është, le të themi, maksimaliste, e njerëzve të cilët kërkojnë dhe janë, le të themi, ka një farë ndjeshmërie ndaj arsimit të lartë, duke thënë që do të ishte më mirë që jo të gjithë, çdo të thotë ky garantim që kush futet në fakultet do të marr punë, çdo gjë arrihet me përpjekje dhe me vullnet, dikush i merr një vullnet do ta gjejë herët ta bën vetën, por këtu ne le të themi kemi të bëjmë me kushte maksimaliste, sepse ndërsa e kërkohet arsimit që të jetë kështu, shoqëria nuk i ka këto parametra për t'u mbështetur. Shoqëria ka parametrat e tjera, ka parametrat e politikës që ndërhyn në punësim, ka parametrat e nepotizmit të kështu me radhë, të cilat normalisht e prishin të treg pune. Atëherë neve ç'na mbetet që duhet të përshtatim dhe më rezulton, domethënë dhe më vjen keq që neve një reformë të nisur në arsim akoma nuk e kemi përmbyllur në shërbim të profesioneve ose në shërbim të vendeve të punës. Ç'kam parasysh me këtë? Akoma kurrikulat tona në të gjithë sistemin e lartë universitar vuajnë nga lëndë që le të themi mund të duken pak si parazitare dhe që nuk do të hyjnë në punë studentëve në kur ata do të dalin në tregun e punës, se sa nga futja dhe azhurnimi i lëndëve të reja, të cilat me të vërtet mund t'i fusin në tregun e punës. Dhe kjo gjë vjen sepse ka një farë nga si është një konflikt prezash, pedagog të vjetër, pedagog të rinj të vjetër që me xhelozi mbrojnë, le të themi, studimin e fizikës për shembull, për mjekësinë, domethënë deri në detajet të, le të themi, edhe të motorit me djegje të brendshme, që një mjeku nuk ka se çfarë i duhet, domethënë. Po pse jo? Dori duhet a di. Për kulturë personale për kulturë personale për të mos shkuar te mekaniku, po që do sa mirë do të ishte që ai të merrte diçka për menaxhimin që do ta ndihmonte më tepër, ose qoftë një këshillim karriere, ose qoftë dhe lëndë të tjera të cilat do të ishin më afër tregut të tij të punës se sa të merrte pra, le të themi, këtë lloj mos përputhje midis këtyre kurrikulumeve. Ka patur një përpjekje diku në vitet 2005-2006 kur një sër universitetesh private kërkonin të revolucionizonin pra kurrikula, ishin njerëz të rinj të ardhur nga jashtë, cilët menduan dhe duke përshtatur kurrikulat e fakulteteve jashtë të arrinin që të krijonin më tepër lëndë të cilat i adresonin drejt vendit të punës. Për fat të keq, nuk ndolli pasi Ministri i Arsimit kërkonte që çdo gjë ta azhurnonte me kurrikulat e universiteteve private. Nga ata që duken më pak të privilegjuar në këtë drejtim janë studentët e gazetarisë, për shkak se kanë pedagogët e tyre nëpër media dhe normalisht shpeshherë u krijohet një mundësi që në vitin e dytë ose dhe tretë të studimeve që këta të kenë një farë punësimi, nuk marr përsipër dhe nuk di se nëse ky lloj punësimi është efektiv se në ç'nivel, sepse është shumë i kënaqshëm, por le të themi pak a shumë u jepet mundësia, kurse studentëve të tjerë, domethënë nuk e kanë këtë lloj mundësie, domethënë për të prekur vetë praktikën, për të mos folur për praktikat për universitete. Që është një temë tjetër pastaj. Tjetër e cila normalisht i nxjerr studentët shqiptar kur dalin në vitin e dytë, kur dalin pra nga diploma, dalin me një CV 0. Pra nuk kam patur as edhe një punë kërkimore që të ketë patur mundësi ta publikojnë diku dhe që të thotë, le të marrim një përcyes të zakonshëm, dikush që mbaron departamentin e gjuhës angleze. Nuk kam parë ndonjëherë që nëpër gazetat tona kulturore të ketë emra studentësh të cilët dalin. Atëherë nesër këta kur dalin për të bërë praktikat e përkthimit nuk shkojnë shumë as në agjencinë telegrafike as në vende të tjera. Si do të besohet të nesërme për t'u dhënë një libër për të përkthyer kur këta nuk arrin dot, pra nuk kanë as edhe një lloj eksperiencë. Mirë, pyetja e fundit shumë shkurt. Thuhet zakonisht që studentët duhet të punojnë. Pra një teori është kjo në momentin që janë në procesin e shkollimit. Një teori tjetër nga pedagogët zakonisht ose nga njerëzit efektiv për arsimin, thuhet që nuk duhet punojnë, duhet të angazhohen vetëm me procesin akademik. Dori vet një opinion shumë të shkurtër, jemi në minutën e fundit. Neve arsimimin e kemi azhurnuar me kartën e
Bolonjës. Karta e Bolonjës shprehimisht thotë që nëse një student do të duhet të punësohet ose kërkon të punësohet, maksimale që mund të punojë është një punë e cila është deri në 4 orë part-time në javë, në ditë dhe as edhe një orë më tepër. Jo të dërmohen studentët. Sepse procesi që kërkon karta e Bolonjës, pra i studimit është i tillë që të kërkon të kesh 25 orë studimi në javë, të cilat efektivisht ti nuk arrin dot nëse punon 8 orë. Dhe duke qenë se është shumë e qartë në Itali, nëse policia në një moment ato të kontrollit të inspektoriatit punës zbulojnë që një student është efektiv dhe ndjek, normalisht ka një ndjekje penale ndaj pronarit që e ka marrë në punë, sepse ky student duhet të jetë i punësuar 4 orë. Dhe kjo është këshilla ime. Nëse student arrin të gjejë një punësim part-time diku te 4 orë, dhe jo shumë larg vendit ku banojnë, se do të thotë nëse kanë një orë të vinë dhe një orë të shkojnë, do të thotë imagjinoj pastaj çfarë stresi me këtë trafik. Dhe nuk arrin dot që të përmbushin atë për cilën ata kanë vajtur. Pra, do të marrin për gjysëm kurrikulën, do të marrin për gjysëm modulin, le të themi, arsimor dhe sigurisht dhe njohurit. Dori ka fluturuar koha. Është gjithmonë kënaqësi që t'ju kisha në studio. Kënaqësi edhe për mua që të jem këtu dhe meqense jemi edhe në ditë feste dhe unë do të desha që të uroja të gjithë besimtarët ortodoks të gëzuar Pashkët. Dhe në veçanti dhe për një fest tjetër e cila ka qenë tradicionale, por që unë për veten time normalisht e kujtoj me nderim dhe me respekt, gëzuar dhe festën e dëshmorëve të atëdhëut, që të 5 majt që kanë lënë sakrifica të mëdha për këtë vend. Mirë, shkojmë në publicitet, në flesh dhe rikthehemi sërish. Lirit, Ina, rikthehemi sërish, ora saktë shënon 8:05 minuta. Po diskutojmë për temën student të punësuar. Kemi nga do student, dhe kur flasim për këtë temë, zakonisht studentët janë në 2 kategori, janë të punësuar, por edhe të papunësuar, ose i bëjmë 3 më mirë, çfarë si thoni? Në kërkim të punësimit? Ne jemi edhe aktualisht, por që jemi duke kërkuar. Jo, megjithëse keni një punë, ju jeni në kërkim të punësimit. Nuk do të thotë që i keni rreshtur kërkesat tuaja. Absolutisht. Jemi të hapur për çdo opsion. Mirë. Për më mirë. E nisëm bisedën kështu, më është mbushur studioja plot e për plot. Kemi 3 djem shumë interesant. Nuk është rastësi që kam zgjedhur 3 djem. Ne nuk kam zgjedhur Fajza, që tisha fet me privilegjuar normalisht. Albano Idrizi, student historie. Denis Malushi, student përsa i përket juridikut. Po. Dhe sigurisht i fundit, por jo më pak i rëndësishëm, koleg gazetar që është në procesin e studimeve master, zoti Ilir Sidadaj. Jo, thjesht Ilir Sidadaj. Mirë çuna, faleminderit që pranuat ftesën e studios. Mirëmëngjes. Faleminderit ju për ftesën e herpashershme dhe për bisedat kaq të këndshme në studion e orës. Albano, më fal 2 herë kja këtu vlla. Një herë kur more çmimin për sa i përket. Po pra, 2 herë. Shoqatës forumeve. Është shumë pozitive. Jeni studio prestigjioze dhe e dytër gjithmonë e bukur. Okej. Mirë, çfarë kam për të parë impresionet, avizë u bë me çoka. Për ftesën, koneksia ishte jona ta pranoj. Okej. Flasim pak për ju, sepse jeni modele me të vërtet shumë pozitive për të ndjekur, duke pasur parasysh që studioni diçka tjetër, të jeni angazhuar komplet në një ekstremitet tjetër. Fillojmë me Ilirin. Për privilegjin e të qenurit koleg, gazetar. Ekstremitet, unë vazhdoj për etnologji dhe folklor. Po është një disiplinë, mendoj unë, që përfshin shumë aspekte të shkencave sociale, për të mos thënë të gjitha. Një nga këto është, duke qenë se është etnologji dhe folklor, ka të bëjë shumë me komunikimin me njerëzit. Dhe në gazetari kjo është gjë më e rëndësishme, mendoj unë, të komunikosh me njerëzit, të dish të je në kontakt me njerëzit. Ti gazetari është një shërbëtor i publikut, punon për publikun, dhe gazeta, televizioni është nga publiku për publikun, nga qytetari për qytetari. Prandaj gjithmonë unë midis studentëve të tjerë, shokëve dhe shoqeve të klasës time, themi që shiko se ka diçka që nuk shkon në tregun e punës, që do të thotë vinë njerëzit nga Franca, siç ka ardhur Iliri, sepse atje ka për 3 vjeçarin. Po. Dhe në zëvënin e punës.
Vinë njerëzit si Albano nga historia dhe na zën një vend si moderator në radio. Ndërkohë që ne, gazetarisë, Kjo është fatkeqësi. jemi në vend numro. Ne kërkojmë si ndjes, domethënë. Është vështirë të punësohesh si gazetar, le të flasim për ty. Çfarë kriterë të kanë kërkuar? Tani punësimi është i vështirë gjithandej. Është i vështirë. Ka ardhur një kohë që është shumë i vështirë dhe kjo është A duhet pak miku të krizë. Tani do të them një gjë çfarë na thonin në Francë. Në Francë, kur unë po bëja studime dhe kërkoja stazh, ata na thonin gjithmonë krijoni rrjet njohjesh. Na thonin këtë në Francë, pra të kesh njohje nuk është gjë e keqe. Po këtu në Shqipëri si përdoren njohjet që ti je i lidhur me, domethënë, je familjari dikujt dhe patjetër duhet vish. Tani njohja duhet mundësoj thjesht kalimin të afroj atje ke ai intervistuesi. Kapi atë portën e madhe dhe ti dyert shkojnë troket vet, i eksploron, i shikon. Ti nëse je i aftë, ti qëndron. Pra ajo duhet mundësoj vetëm pasaj. Le ta zbulojmë pak, se po i themi të paktën titullin e gazetës. Si e bëra vet. Unë shkova atje, ke kryeredaktor, i thash dua të punoj, jam filani, urdhëro CV-n, kam këto. Edhe ai më tha, po ti je i zotë, hajde qëndro. Puno. Dhe kaq. Ti për çfarë mendon se të ka marrë në punë? Për shkak të CV-s tënde, për shkak të nuk e di, procesit akademik që ke mbaruar në Francë? Po tani mendoj kush është ajo pika jote fortë? Pika e parë, po tani e para është paraqitja gjithmonë. Edhe kështu jam i pashëm. Këtë nuk e mohoj dot. E dyta CV-ja ishte e mirë, mendoj. Tani nuk mund të e them me plot modestinë e mundshme. Ishte e mirë, ja. Je i kënaqur me këtë pozicion pune apo je si Albano në kërkim të një pune tjetër? Jo, për momentin jam i kënaqur. Për momentin më pëlqen, më tërheq. Duhet të thënë që këtu në Shqipëri gazetaria ka problemet e veta. Po. Por është një deg që këto problemet mund të anashkalos sepse duhet kesh pasion mbi të gjitha. Dhe po patë pasion gjërat e tjera vijnë vet pastaj. Mirë, Denis, ti ke një profil ekstremisht shumë të kundërt nga juridiku, në atë çka bën, në atë çka punon. Na thuaj pak si lindi ideja apo ishte thjesht një nevojë e momentit? Ideja ishte nevojë, domethënë punën mobilerie kam që në 2006 që kam nisur. Denisi përveç se punon studion në juridik, punon edhe si arredues jam bjerë të brendshëm. Projektues mobilesh. I bie që për pak llogari. Që kur të marrën shtëpinë e re, të marr Denisi. Do marrësh mua po. Okej. Do presësh edhe një 100 vjet tjera, s'ka problem. Okej. Jemi të rinj akoma. Në 200 vjetorin e pavarësisht. Pasi marrua gjimnazin, lind nevoja gjithmonë për punë. Për një punë më stabil. Dhe vetmja punë ku gjeta me një mik ishte mobileri. Edhe ti me mik. Punova 4 vjet, deri në 2010 dhe u shkputa për të punuar në fushën e komunikacionit në një kompanie telefonike. Por nevoja për të punuar në të njëjtën kohë me shkollën më bëri që të riktheja. Jo me kënaqësi më të madhe, por nevoja për punë gjithmonë. Mirë, çfarë ti josh ty në punën që bën, përveç se satisfaksionit që merresh me diçka, dhe jep një shembull pozitiv për njerëzit e tjerë. Takime me persona të tjerë. Më pëlqen shumë sepse ne kemi punë që duhet takojmë shumë njerëz, të bisedojmë me ato, çojmë dhe gustot aty. Kanë gusto shqiptarët? Po lek? Lek kanë. Lek kanë. Gusto nuk kanë. Gusto nuk kanë. Gusto bëhen kur të lekën më pla. Prandaj jemi ne atë që i themi shiko se kjo ngjyrë nuk shkon. Kjo është më e mira. Kjo është më e mira. Po unë du më të shtrenjtë, po më të shtrenjtë bëjmë dhe në këtë çmim ose ki me rak. Është bukur të kontaktosh njerëz çdo ditë, edhe e plotson pak në atë procesin akademik tëndin për të kuptuar tipat, për të kapur karakteret. Bukur është merresh, por ndonjë kënaqësi e madhe për mua nuk është. Po thuaj që edhe ti si Albano je në kërkim të diçka tjetër. Gjithmonë jemi në kërkim, se nuk është se unë e kam si punë, nuk është se më pëlqen, më tërheq. Po pagesa ka luajtur rol përse i përket? Jo fare. Ishte për pagesë do kishim ngel ke puna vjetër. Okej. Erdhi rada jote Albano, më në fund. Dhe unë mezi për prisje radhën. Mërzira për në fund. Po, më i gjatje.
që ke veshur dhe me kombinimin e studios. Rastësisht se nuk e mendova. Denisi e vuri re këtë dhe po ma thoshte që parë, are dues. Jo, është në sinkron dhe është shumë bukur të jesh një me këtë studion. Mirë, Albano studion për histori, është diplomuar, vazhdon Aktualisht në master në vit parë në Fakultetin Historisë dhe Filologjisë. Por që njëkohësisht kam një emision radiofonik në Radio Kontakt, do e them, kam emisionin Koshare të shtundet të diel. Mbas dite është emisioni që shoqëron ju e nisni të dielën në mëngjes, kurse ne pasojmë mbas dreke, kur është ngrënë dreka edhe. Sidomos kjo dreka e kësaj diele që është e veçantë për Pashkën. Në një vrap nga liçeni për shkakun ato kufjet. Po patjetër, është një opsion shumë i mirë ai. Mirë, e ke dashur këtë gjë, e ke me pasion apo thjesht është ofruar edhe mendove, okay. Unë janë të treja. E kam dashur. Ku ka më mirë? Kompleksitet gjë. Është një opsion shumë i mirë dhe më rastisi fati im i madh që të njihja kolegen time, Rozeta, që cilën e falenderoj, më bëri një ftesë. Ishte momenti kur unë fitova një çmim, kam qenë në studion tuaj. Dhe për të prezantuar këtë aktivitet, më shkoj në radio. Edhe aty qëllon që ajo ishte prezantuese do largohej dhe më thon mua, me që kisha në atë më kohë kisha premisa për radio. Fati madh që u fut aty dhe vazhdoi mirë sot kësaj dite. Besoj që kanë nevojë për përmirësime, po kjo vjen javë pas jave. E kishe ideuar veten pjesë të mediumeve të ndryshme? Të mediumeve, po patjetër. Të tregojmë këtu kam ardhur të tregojmë sinqerisht sepse edhe dita është shumë speciale janë Pashkët sot dhe do të tregojmë shumë në zemër të hapur. Me thënë vërtetën e kam dashur. Edhe aktivitetet e mia në fakultete, ku kanë qenë që nga viti i parë, janë lidhur ngushtësisht me media. Në kuptimin e daljeve publike, të prezantimit të aktiviteteve studentore dhe kjo më ka dhënë një hapësirë më tepër që të azhonohem shpejt me media dhe me kamerat. Mirë, e njoh. Kemi të ftuar shumë të rëndësishëm. Kemi njerëz që do na jetojnë përpara Shqipërinë, që shërben si modele pozitive, duhet pak alegri, pak muzikë, thës fond, po, bravo. Okej. Mendoni ju se këto trendet që kanë nisur vitet e fundit, nuk e di sa të azhurnuar keni qenë, përsa i përket panajireve të ndryshme që bëhen në emër dhe për studentët, për të punësuar, për të krijuar kontakte me bizneset ndryshme, vetë studentët, profile ndryshme. Sa efektive mendoni ju se kanë qenë këto? Kjo edhe, po, duke filluar nga Albano. Kjo duke pasur parasysh edhe bisedat me miqt, me shokët, me shoqet. Elisa, kjo ka unë i shoh në çdo gjë që unë bëj shoh të dy anët e medaljes, edhe të mirën, edhe të keqen, në thonjë të keqen. Çfarë është e mirë kësaj pune? E mirë kësaj pune është që këto panajire ofrojnë më tepër i bëjnë PR-in kompanive të tyre se sa mendoj unë thithin student, sepse ti në më që unë mendoj që Doriani pak më parë mikun tim, ku shpreh që duhet stazhi punës 5 vjet. Po mirë, po studenti ku do i gjej këto 5 vjet? Hym të ajo që i gjej ku të doj, në ëndrat e tire të punoj. Jo, dakord, me ëndra rrim gjithë ditën gjumë dhe shohim ëndra dhe kur dëgjohemi ishim në autobus pse themi. Por që ideja është që këto janë pozitive, nuk diskutohet sepse në 200 student hallexhin themun që duhet të shkojnë atje. Normalisht 5 ose 10 do punësojnë. Por nuk është ky qëllimi që të punësojnë. Edhe ato do jenë në provë, ja 6 muaj. Do kalojnë në vërkullira lloj-lloj. Të pafundme mendoj unë, por që duhet dilë edhe pak te rrjeti i njohjeve ose te miku. Unë sikur të kisha mik do ishte disa mirë do ishte sikur unë të kisha miq, sepse do isha shumë mirë sot me punë, por që edhe miku duhet. Në vendet e tjera, në perëndim mendoj quhet letë referencë. Këtu te ne kjo letë referenca nuk jepet, por që jepet një telefonat nga miku, dhe thënë se miku është bërë shumë. Si mund të jetë? Jam shumë kurioze si është telefonata. Telefonata. Improvizojmë pak për shkak. Unë se kam provuar ndonjëherë, por që po vjen një miku im aki çiku kujdes. Jo, Denis. E ti që sot ke një takim atë Albano, no? Po ma ki pak kujdes. Ma shiko pak. Se ki me rak fare. Po të ishte një shefe simpatike, do ishte kënaqësi që ta shihë unë fare. Në qote, emisioni e dila mirë mëqes kemi nevojë për gazetar, më vjen keq. Denis? Besoj se kemi dëgjuar gjithë për panajire duke qenë që edhe ka pasur billboard dera në rrugë,
fletushka për t'i bërë marketingun dhe PR-in. Ti nuk shërbet për asnjë. Nuk shërbet. Nuk shërbet. Edhe vetë studentët tregojnë skeptik duke thënë, "A më moda, shkojmë atje." Asnjë gjë. Sot kanë gjetur kompanitë dhe një diçka tjetër, eksperiencë të punës. Ti përfutesh në një kompani djetë dhe nisën nga zero. Nga sot e jetin, ju nuk keni eksperiencë punë e thonë, edhe ja mbyllin derën. Kështu ja mbyllin gati gjithë studentët. Ti se si lërnë një herë numrin tuaj të telefonit, dhe ai numri është në koshën e plerave, ju asiguroj. Po ndërhyj pak, unë mendoj që jo nuk janë fare pa rol panajire, përkundrës janë shumë pozitive. Por unë pash të dy anë të medaljeve dhe mundova që të argumentoja me pak fjalë. Secili ka opinionin e vet dhe ne respektoj. Unë mendoj dhe besoj fuqishëm që çdo student duhet të provojë dhe duhet të tentojë. Mund kemi shumë fuqishëm që e kanë nisur duke bërë fotokopje në një kompani dhe kanë përfunduar CEO. E bërë sot i themi ne në Shqip të thyen kokën me lekë. Ta themi Shqip. Ku janë më vllai këto njerëz? Ku janë më vllai? Ku janë më të kthejmë në mision? Ne studentët jemi edhe të çuditshëm nganjëherë, sepse ne direkt kërkojmë që të jemi drejtues ose të jemi drejtor ose ku diun ti futemi politikës ose të bëhemi. Haruar që ky proces ka një lloj shkallësimi. Duhet filloj mendoj unë që studentët kërkojnë një vend pune, nuk kërkojnë vend drejtor si fillim. Studentët si fillim kërkojnë një vend pune. Mbase kjo puna e punësimit ka edhe këtë, sepse në Shqipëri ekziston ai mentaliteti që unë kam mbaruar për gazetari, do të punoj patjetër gazetar. Unë kam mbaruar për juridik, do të punoj patjetër jurist. Ta bërë eficiencë unë mendoj këto janë mbjetoja që kanë ngelur nga sistemi i kaluar, që kanë qenë shkollat me kuota, çdo gjë programonte shteti, ti do punosh këtu, ti do punosh atje. Ndërkohë ne jetojmë në një realitet kapitalist tani, ku ti je i përgjegjshëm vetë për veten tënde dhe je në një treg të lirë. Pra roli i shkollës në përveç specialitetit që të jep, është gjithashtu edhe të jep metodologjinë mbi të gjitha. Të jep metodologjinë të punuarit, të kërkuarit. Pastaj dijen duhet ta marrësh vetë. Kështu, kjo do të thotë që ti rikthehemi kërkimit punë në studentit, që ata njerëz duhet marrin punën e parë që u det. Nuk janë detyruar se mbarove juridik. Pa shumë teka i bja. Po, nuk duhet të kesh teka si fillim. Po, mos kesh teka, nuk do të thotë të mos duash të ngrihesh në karrierë, të ecësh, kërkosh diçka më mirë. Edhe atë punën që e merr, pastaj nuk duhet të thuash po unë mezi e gjeta, duhet të ri aty, duhet duroj që ai mbi mua të më shfrytëzoj. Jo, ti duhet të japësh të tregosh vendin që unë për këtë punë bëj kaq. Edhe ta kërkosh të drejtën tënde. Edhe rrogën e tu kaq. Po dhe rrogën ta kërkosh, po, sepse këtu kemi edhe çdo një gjë, është një ndroje nga mos po flasim për gjëra ideale, edhe që s'ka lidhje fare me realitetin shqiptar, se unë jam shumë dakord që disa njerëz nuk duhet të punojnë aty ku edhe kanë studiuar. Kjo është një problem. Sepse kemi shumë njerëz që studiojnë juridik, studiojnë gazetari, studiojnë histori, ndërkohë që nuk e shikojnë veten e tyre në këto lloj profilesh, dhe normalisht nesër pas nesër këto do zgjedhin një rrugë tjetër. Atëherë vjen puna tani pse e zgjodhen këtë profil. Do të cilat janë politika dhe për zgjedhje së degëve. Si niset një student shqiptar, si e zgjedh degën, si e zgjedh universitetin. A këshillon që në gjimnaz pastaj mos ti futemi. Normalisht, unë se gjimnazin e kam bërë në Angli, përpara bënim vetë teste që organizonte shkolla për të parë se çfarë prirjesh kishe në çfarë degësh. Se ku duhet kanalizohesh? Shumë e drejtë. Tu ka analizuar më vonë. Mirë. Do flasim në këto minutat e fundit, besoj se kemi edhe disa minuta kohë për t'ju marrë opinionin të gjitha. Është e vështirë që gjatë kohës që je student, që duhet një përkushtim shumë i madh për sa i përket ndjekjes së mësimeve, edhe sigurisht edhe përgatitjes në shkollë edhe provimeve, të kesh edhe një punë, që të hajë pak kohë. Kjo është një pyetje shumë e drejtë, më bën një pyetje më thonë Elisa, por duke u nisur do themi shprehje që gjithmonë i kam këshilluar vetes, ose ma kam këshilluar miq të mirë që gjithmonë në Albano bëj atë që di të bësh më mirë dhe që e bën me pasion. Çfarë do të thotë kjo? Do të thotë që unë sot jam master për histori. Ndërkohë që një studenti që nuk e ka me pasion historinë kërkon shumë mund, kërkon le të themi 5 orë në ditë për të studiuar historinë. Ndërkohë që unë kam të mësuar në një proces që ka filluar që nga klasa e 5 historinë dhe vazhdoj edhe sot, më duhet të paktën në 2 orë studim në ditë. Ndërkohë që pjesën tjetër unë e shfrytëzoj për një punë të dytë ose për një eksperiencë pune. Prandaj them gjithmonë ka rëndësi ajo se çfarë bën edhe nga ngarkesa që ke në universitet, sepse nuk mund të krahasohet ngarkesa që mund të ketë një student i shkencave shoqërore dhe me një student që vazhdon për mjeksi ose për shkencat e natyrës. Mirë, Denis?
E vështirë është për ato studentë që janë. Është disi vetë. Po janë pak ato studentë që janë në mësot. Mendoj rastin tim, detyrohem shumë shpesh ta lej mësimin për punën. Por besoj ka penalizuar kjo? Në nota? Po, më ka penalizuar shumë, sepse janë leksione që po hike si merr dot më. Që jemi shok bashk. Ilir? Tani puna ndikon ke rezultate, sigurisht. Dhe ka domethënë në Shqipëri të jesh student është në krahasim me vendet e tjera europiane, edhe pse ne na kanë renditur disa si të dytët pas Gjermanisë, por është privilegj që të jesh student në Shqipëri. Dhe shumë persona nuk e kanë atë mundësi. Për shembull, shumë që vinë nga rrethet, që janë ke qyteti studenti, e shohin këtë mundësi më shumë për të gjetur një vend pune të çfarë doshën në Tiranë dhe për të qëndruar aty duke harruar komplet shkollën. Domethënë nuk e kanë atë. Kjo vjen edhe për vështirësitë ekonomike që mund të ketë familja dhe gjithashtu edhe pjesa tjetër, domethënë po themi rrethet, përjashtojmë Tiranën që nuk kanë shumë investime nëpër ato qytete dhe domosdoshmë gjithë të rinj duan të vinë në Tiranë. Duke penalizuar kështu edhe studimet e tyre. Por ndërkaq unë mendoj se duhet të punosh pak. Domethënë duhet të angazhohesh së pak. Të kesh, domethënë që mos bësh vetëm të studiosh, po të bësh dhe aktivitete të tjera ndërkohë dhe sepse edhe praktika ka shumë rëndësi dhe mund t'japi. Po, edhe krijon dhe duke punuar njeh dhe njerëz, hapet horizonte. Po. Mirë. Por rroga ideale cila do ishte në minutët e fundit? As një minutë s'kemi kohë. Do sinqerisht apo do? Sinqerisht, idealja fare. Në them në radio gjithmonë kam shprehjen time ose muzikë importi ose lek importi. Unë dua me lek importi. Që do thotë gjithmonë euro edhe kështu. Euro për të tërë, vlla, po. Por një rrogë që të justifikonte punën. Unë ndihesh e kam. Okej, Denis? Të rreth 700 euro do ishte idealja për çdo shqiptar. Për sa orë? 8 orash, flas. 7 orash. 7 orash. Po. Ilir? Rroga ideale, në varësi të punës, të ndjem që unë jam i shpërblyer për punën që kam bërë. Nëse unë ndjej që për ai sa kam bërë, kam marrë atë rrogë, ajo që më takon, atëherë është mirë. Ajo është rroga ideale, që unë të ndjem mirë. Okej. Lidhje me punën. Tuna, ju falenderoj shumë që jeshit Albano Idrisi, Ilir Sinana edhe sigurisht edhe Denis Balushi, edhe Elisa Gjirani, apo unë isha, unë isha moderatorja, faleminderit shumë. Të falenderojmë që na ftove. Faleminderit juve dhe të bëj edhe një urim për gjithë besimtarët ortodoks që gëzuar Pashkën dhe Zotit. Patjetër. Mirë. Ilir, diçka të fundit për të thënë? Po besoj emisioni arriti qëllimet, problemet dolën, nuk nidhemi në përshtypjet më të mira. Okej. Mirë, faleminderit shumë. Të dashur miq, shkojmë në publicitet, në këngë dhe mirëpresim dy zonjusha shumë të lezetshme, nuk e di zonja apo zonjusha, Jona Isufaj dhe më pas Elena Polon.
do flasin. Ladies and gentlemen, we are experiencing technical difficulties. Please stand by. shoqni ti jo nuk e din hiç nga ose Kthyer sërish në studio të dashur miq, ora sakt shënon 8:35 minuta. Kemi dy mikeshat e emisionit. Njëra zonjush të tjetra zonjë, sepse po diskutoja që pari me djemët, me studentët, se si e kishit status. Faleminderit e Jona Isufaj, edhe faleminderit Elena Polo që jeni këtu. Faleminderit juve. Mirë, duket shumë interesante gjitha kjo, sepse pikë së pari në temën e parë, në temën e madhe, ne kemi diskutuar për studentët, edhe sigurisht edhe për studentët, po mësuar që shërbejnë si një lloj modeli pozitiv për gjithë të tjerët që do duan të angazhohen. Një mendimi juaj në lidhje me këtë, duke qenë që jeni më afër edhe përsa i përket forumeve që do të bëhen dhe që i pari është për dje në qytetin e Fierit, se kam parë që në website-in tuaj në program është edhe punësimi i të rinjve. Mirëmëngjes, shumë faleminderit, gëzuar Pashkut për gjithë besimtarët ortodoks. Ne kemi folur për punësimin dhe me sa dëgjuam në temën tuaj të parë diskutuat për punësimin si një nga shqetësimet më të mëdha të rinisë sot. Ju kishit në studio disa modele të mira të rinjve, jo vetëm lidhje me punësimin, por sidomos në arsimin. Ajo çfarë ne ofrojmë nëpërmjet projektit përballje ofertave politike është të vëmë të rinjt përpara përgjegjësisë për ditur çfarë do të thonë dhe çfarë do të bëjnë partitë politike në të ardhmen për arsimin dhe punësimin. Punësimi sot në Shqipëri, i parë në aspektin makro, është të rinjt ankohen sepse nuk ka vende pune, dhe ndoshta ajo çfarë ata presin nga partitë politike në të ardhmen është që të rritet niveli, të paktën nga perceptimet që ne kemi pasur, të rritet niveli i arsimit, qoftë ai profesional apo arsimit lart, me qëllim që të kemi vende pune dhe të kemi të rinj të diplomuar në bazë të tregut dhe në bazë të nevojave të tregut të punës. Kjo është pak a shumë ideja ime në lidhje me drejt për drejt me punësimin. Po, duke ju falendëruar për ftesën, unë ta lidhja përgjigjen time me arsyen pse ne kemi zgjedhur që ky projekt nis me rinin. Pavarësisht faktit se është një projekt që aplikohet për të parë në Shqipëri, me eksperiencë ndërkombëtare sigurisht, jo më kot është nisur nga rinia, sepse është ajo që sot është e tashme e vendit, po them që diplomohet, që arsimohet etj. Po është nesër forca punëtore, ajo që del për të përballur në tregun e punës, dhe ajo që sigurisht do të jetë pjesë e politikbërjes apo e nismave të së nesërmet. Nga ana tjetër, është rinia ajo që përshtatet më shpejt me një risi, po them, siç është edhe ky projekt. Kështu që ne presim që ta mirëpres rinia si fillim e pastaj edhe pjesa tjetër e shoqërisë. Sigurisht që më së shumti kjo rini mbetet e interesuar tek punësimi. Do të thënë pas arsimimit e dyta gjë më e rëndësishme është punësimi, se në fundit çdo gjë do vlerësohet pastaj në tregun e punës. Prandaj ne këto dy shtylla bashkë pastaj me integrimin social janë tre shtyllat më të rëndësishme të këtij projekti që gjenden edhe në faqen e webit që ne do e shikojmë edhe pak më vonë edhe që do ta diskutojmë. Mirë.
Na flisni pak për projektin, kozjatjen edhe qytetet që do të jenë pjesë e forumeve. Okej. Përballja ofertave politike 2013 vjen si një nisëm e shoqatës për integrimin e zonave informale në bashkëpunim me Institutin Agenda dhe në të njëjtën kohë një bashkëpunim me të gjitha organizatave të shoqërisë civile të rrjetit Olof Palme Center, financuar nga qeveria suedeze. Kjo është një risi për Shqipërinë, ka ndodhur në vende perëndimore si Britania e Madhe dhe kemi zgjedhur të bëjmë një bashkëpunim midis ekspertëve, shumë të mirë në përgatitjen e website-it, që ne do të shohim së shpejti, dhe ekspertizës që ka shoqata për integrimin e zonave informale për realizimin e forumeve publike. Me forumet publike ne do të jemi në 6 qytete, në Tiranë, në Durrës, në Shkodër, në Vlorë, në Kukës dhe në Fier. Në Fier ishim ditën e shtunë. Ishte një takim shumë interesant midis forcave politike dhe të rinjve. Besoj se pritshmëritë tuaja u përmbushën më së miri. Sigurisht që ka gjithmonë vend, ne jemi gjithmonë kritik dhe ka gjithmonë vend për gjëra akoma më të mira, por ajo çfarë ishte interesante për ne ishte që të rinj të përballen me kandidatët që do të jenë nesër deputet dhe që do të kërkojnë votën e tyre në datë 23 qershor, dhe nga ana tjetër kërkuan të dinin programe eksakte për punësimin, për arsimin, çfarë do të ndodhte, çfarë do të bënte secili prej tyre, parë në situatën makro për në gjithë Shqipërinë, dhe nga ana tjetër çfarë do të bënin realisht dhe konkretisht për qarkun e Fierit. Ndërkohë është bërë një punë shumë e madhe, të rinjt kanë parë dhe kanë lexuar atë çfarë ndodhet në website-in tonë, e cila është bërë me ekspertizën e Institutit Agenda. Dhe regjia na ndihmon që kompjuterin tim ta nxjerrim në transmetim për të parë website-in, sepse është shumë interesant, përfshin një sër le të themi tematikash, si arsimimi, punësimi, integrimi social e ekonomia. Pop 2013.info jep programet politike, sigurisht fokusuara te rinia, pra pjesë të programeve politike, për disa parti, jo për gjitha partitë. Janë zgjedhur domethënë 7 parti gjithsej dhe website-i lejon mundësinë që të krahasohen pika ndryshme të këtyre programeve politike për çdo 3 parti. Domethënë, ne flasim për rinim, flasim për arsim, punësim, integrim social dhe ekonominë. Do them pak më vonë pse është zgjedhur edhe ekonomia. Ndërkohë që sipër mund të gjejmë edhe rreth projektit, partitë pjesëmarrëse, aktivitetet dhe kontakte që kanë bashkëpunuar bashkë me atë investorin ose financuesin. Do të thosha që këto parti ne i bëjmë të krahasueshme në gjitha këto pjesë të programit tyre që janë arsimi, punësimi, ekonomia dhe integrimi social dhe fokusuar te rinia për arsyeën që thash edhe pak më parë. Më të rëndësishme për rinin janë arsimi, punësimi dhe ekonomia edhe integrimi social. Pse shtohet edhe ekonomia? Sepse sigurisht ato projekte që merren në kuadër të rinis kërkojnë një financim që varet nga pozicioni makroekonomik i vendit. Kështu që shumë e curi të treguesve makroekonomik do të ndikojnë pastaj në ndërmarrjen e politikave ose në aplikimin e këtyre politikave që ne flasim për të rinjt. Pra, website-i ka gjithçka që është premtuar nga ana e partive politike, që ne mund të bëjmë të krahasueshme. Tjetër gjë pastaj se si këto do të aplikohen. Është munduar që gjatë përzgjedhjes së këtyre pikave të programit politik për rinin të ketë një ecuri, po them të njëjtë, domethënë të marrim një pikë që se si pastaj e parashtron se cila parti ne të kemi mundësinë ta krahasojmë. Pra të ketë një rrjedhë logjike, po them, edhe pse jo gjithmonë është e mundur kjo. Ja të të marrë vetëm një shembull. Në forumin e djeshëm të Fierit, 4 partitë që ishin përfaqësuese, hodhën idenë njëra prej partive më të mëdha, Partia Socialiste, kishte idenë e ndërtimit të një universiteti publik në Fier. Në të njëjtën kohë, të 4 partitë mendonin që duhet të jepnin kredit buta për të rinjt në mënyrë që të hapnin biznese sociale dhe të jepnin një dorë të rinjve për punësimin. U fol për cilësinë e arsimit të lartë, por njëkohësisht për incentivimin e arsimit profesional që në Shqipëri sot është pothuajse inekzistent. Pra, të gjitha këto pika që diskutonin secila nga partitë viheshin përballë dhe dilën në një mbrus për të bashkët në disa çështje të rëndësishme. Ku diun, kredite buta ishin pjesë e programit të gjitha partive. Por këto kredit buta sigurisht që ka nevojë për çështjet ekonomike, dhe ajo çfarë ata diskutonin dhe ju e shikonin në flet palosin ton, në një moment pyetet po parat ku do gjehen, se është shumë e lehtë për të bërë programe politike, edhe planifikime, premtime, po ku do të gjehen parat. Kështu që të rinjt patën mundësi të merrnin disa përgjigje konkrete që si do realizoheshin këto premtime. Madje jo vetëm kaq, por ata kanë një pjesë e tyre kanë filluar që dje, shkruajnë si në faqen e Facebookut, ashtu
edhe në web, na kontaktojnë në web, kanë filluar debatet dhe diskutimet mbi programet çfarë ata dëgjuan në Fier. Dhe ajo që shpresojmë ne, që pastaj do ndodhi pak më mbrapa, është mbasi të kenë mbaruar të gjitha forumet, të 6 forumet, ato çfarë ka dalë nga takimet me të rinj, do t'u parashtrojmë dhe do t'u çojmë dhe partive politike që dinë që përtej çfarë kanë thënë kandidatët e tyre, pritshmëria e të rinjve nga premtimet e tyre është me pikat caktuara 1, 2, 3 dhe 4. Pra do kemi një konotacion midis tyre. Ato do thosha, pjesa e forume është pjesë post faqes së webit. Faqja e webit thash që programet politike të këtyre partive, disa të përzgjedhura nga ana jonë. Sigurisht që mbetet pastaj që të rinjt si fillim të informohen. Domethënë, ajo që është qëllimi kryesor i këtij projekti, i të dy instituteve tanë dhe i financuesit Olof Palme, është nisja e të votuarit i informuar. Domethënë nuk duhet votohet më në mënyrë të pa informuar, pse tradicionalisht ke votuar për një parti të caktuar, apo pse mami dhe babi votojnë për një parti të caktuar. Dhe kjo sigurisht duhet nisë nga të rinjt. Domethënë ne duhet dim sot se për kë votojmë, në mënyrë që nesër dim që kjo qeveri që ne po na qeverisë sot është ajo që ne kemi votuar. Dhe pse e kemi votuar? Sepse kemi lexuar një program politik që kryesisht ka bërë pjesë për ne. Edhe ku ka më mirë se përballja fundja. Dhe në fundit po. Dhe arsyeja pse është zgjedhur rinia është diçka tjetër. Shqipëria është një popullsim i moshë relative 3. Kështu që të fokusohesh, se sigurisht që të krahasonim 2-3 programe do të fokusohesh në një pjesë. Të fokusohesh te rinia do të thotë fokusohesh te pjesa më e gjerë e shoqërisë. Mirë, sa sensibël u treguan gjithë personazhet, le të quajmë kështu dje, në Fier, në forumin e Fierit, përsa i përket çështjeve sensitive të qytetit të tyre. Se diçka shumë e mirë dhe pjesë e këtij projekti është fakti që të rinjt tregojnë edhe problematikat e qyteteve ku bëhen forumet. Shkon forumin e djeshëm të Fierit pati pyetje nga më të ndryshmet. Kishte të rinj, për shembull, kishim një basketbolliste që kishte ardhur atje të pyeste vetëm për programin e sportit, sepse ajo është çfarë interesonte më tepër. U diskutuar për problemin e lumit Xhanica, që në qarkun e Fierit është një problem, është shumë problematik. Sigurisht që ishin është interesante sepse është interaktive, atë drejtohen kandidatëve për deputet ose deputetëve, me idenë që çfarë do bëni, çfarë keni premtuar, çfarë do bëni nesër. Dole në konkluzion, në panel kishte si parti cilat qeverisnin në nivel vendor, apo ato që kishin qeverisur dhe kishin qenë pjesë e qeverisë në nivel qendror. Kështu që normalisht pyetjet e tyre ishin konkrete. U diskutuar për shembull siç thash për lumin Xhanica, ku një pjesë e partive politike morën përsipër që me ndryshimin mbas 23 qershorit, nëse do të ndryshonte qeveria, ata do të lobonin më shumë, në të kundërt qoftë se Partia Socialiste nuk do arrinte të vinte në pushtet, ata do vazhdonin të lobonin tek partnerët e huaj. Të njëjtën diskutim bëri Lëvizja Socialiste për integrim, Fryma e Re Demokratike, AKJ kështu me radhë. Pra secili nga ta foli për një problematik shumë të madhe qarkut të Fierit, që ishte lumi Xhanica. Ajo që është interesante për te edukimit, pra ne kërkojmë të edukojmë këta të rinjt, që të edukohen dhe të informohen mbi programet politike dhe ta heqim këtë kulturën që ne votojmë çorazi. Nga ana tjetër, kërkohet nga partitë politike që të jenë transparente. Ne rrisim transparencën dhe përgjegjësinë e këtyre partive politike. Sigurisht që në politikë të gjithë japin premtime në fushat e zgjedhore. Por nga ana tjetër japin premtime përballë elektoratit të tyre të vetëm, ose përmes ekranit televiziv. Ndërkohë që ne kemi kërkuar të kemi një format totalisht të ndryshëm. Pra, jo në situata bëhet më e besueshme. Po, shpresojmë. Shpresojmë dhe jo nëpërmjet medias, po drejt për drejt. Mirë, keni përzgjedhur Fierin, Shkodrën, Tiranën, Durrësin, Vlorën dhe Kukësin në data të ndryshme. Pse këto qytete? Pse kjo është shtrirje gjeografike? Ka ndonjë apo jeni munduar të pozicionohen? Është gjeografike. Kemi zgjedhur 2 qytete të rëndësishme veriut, pra që përbëjmë 2 qarqe të rëndësishme, 2 qytete 2 qarqe të rëndësishme të jugut, siç është Fieri dhe Vlora, dhe njëkohësisht 2 Shqipëri të mesme, që është Tirana dhe Durrësi. Pra kemi bërë një pozicionim gjeografik. Ka qenë ideja jonë e shtrirjes geografike në gjithë Shqipërinë. Sigurisht nëpërmjet këtij projekti ne do kishim dëshirë të kishim prekur të gjitha qytetet gjithë qarqet e Shqipërisë, por kjo është e pamundur për shumë arsye, ndoshta në zgjedhjet e ardhshme vendore do ta shtrim në gjithë Shqipërinë. Mirë, dhe tani dalim drejt për drejt tek ato që kanë mbështetur projektin, tek ato që kanë besuar tek shoqatat edhe partneriteti edhe bashkëpunimi i shoqatave. Ka qenë vështirë për të miratuar sepse fundja është një kosto dhe në këto
ditë krize është shumë e vështirë të merretohen projekte. Ne të dyja si organizata, qoftë Shoqata për Integrimin e Zonave Informale, në të njëjtën kohë dhe Instituti Agenda, bashkëpunojmë të gjithë së bashku nëpërmjet networkut apo rrjetit të Olaf Palme Center. Ju do shikoni edhe në Flet Palose, po njëkohësisht edhe në web, janë të listuara të gjitha organizatat e shoqërisë civile, të cilat punojnë qoftë në nivel lokal apo dhe në Tiranë. Kjo ka bërë të mundur ne bashkëpunojmë me njëra tjetrën prej vitesh si organizata dhe ka qenë shumë e thjeshtë dhe në të njëjtën kohë shumë pozitive bashkëpunimi mes nesh, sepse tashmë jemi pjesë e këtij rrjeti. Në të njëjtën kohë si Olaf Palme Center ashtu dhe qeveria suedeze, sigurisht gjithmonë donatorët fillimisht janë skeptik dhe bëjnë pyetje, por ka qenë interesante për ta, për një qeveri, për një shtet si Suedia, transparenca dhe informimi i të rinjve dhe transparenca e partive politike është shumë e rëndësishme dhe në të njëjtën kohë është pjesë e atitudit tyre në vendin e tyre. Kështu që ky ishte një format, megjithëse Elena e tha dhe në fillim, është bërë në Angli dhe në BBC në Mostarboja. Ja, BBC janë 2010 me Well They Stand, ishte një projekt i ngjashëm. Jo i ngjashëm, po totalisht i njëjtë, vetëm sepse ato kishin tepër parti, tepër pikat programi që të krahasonin. Kështu që kjo tregon pak a shumë që meqense është një format shumë i mirë perëndimor, u mbështet dhe u planua. Po sigurisht puna jonë do ishte e pamundur për te financimit dhe mbështetjes së Olaf Palmes, do ishte e pamundur pa bashkëpunimin e rrjetit të organizatave. Ne kemi në të gjitha këto qytete që ne përmendëm, kemi organizata partnere, të cilat na ndihmojnë me të rinë që punojnë në qendrat e tyre dhe në të njëjtën kohë me hapjen e informacionit në të gjithë qytetin dhe mbledhjen e këtyre të rinjve në ditën e forumit. Mua më vjen mirë për shumë gjëra nga ky projekt, po sidomos për faktin që të rinjt nuk do shërbejnë më si dekore në fushata politike, gjë që është shumë e shëmtuar. I kemi kthyer në protagonizëm. Ku ka më bukur. Po. Elen, diçka për të thënë, nëse jo, unë uroj sidomos me qenë se kjo kemi edhe një 3 minuta kohë. Kështu që le të shfrytëzojmë. Për më tepër që kjo është nisme jona e dy instituteve tanë, edhe është një risi, po them, që bëhet për të parë në Shqipëri. Unë uroj që duke marrë parasysh të paktën ato përpjekjen tonë si fillim, gjithçka të shkojë mirë. Do të thonë të pritet mirë, të ketë një rezultat deri diku edhe të matshëm nga ana jonë, edhe të ketë sigurisht pastaj edhe pasqyrim në rezultatin përfundimtar të zgjedhjeve. Unë do ftoja të gjithë teleshikuesit e Ora Newsit, që unë di që janë të mëdhenj në numër, të vizitonin të gjithë të rinjt, por jo vetëm edhe prindrit, sepse mendoj që nuk janë vetëm të rinjve që intereson arsimi dhe punësimi, por edhe prindërve të tyre, të vizitonin faqen tonë, të na vizitonin gjithashtu edhe në faqen e Facebookut, le të bëjnë pjesë. Në faqen e Facebookut mund t'ju gjejmë me përballja e ofertave politike 2013, është një page dedikuar pikërisht këtij projekti. Mund të na vizitojnë, mund të na kontaktojnë, mund të bëhen pjesë e diskutimeve, për të ditur ata më shumë, për të informuar më shumë, për të na dhënë ne mundësinë të informojmë partitë politike mbi kërkesat e tyre specifike, për të bërë një lidhje dhe një konektacion midis këtyre dy faktorëve të rëndësishëm, pra të rinjve dhe partive politike, dhe nga ana tjetër janë të mirëpritur të vinë në të gjitha takimet tona në qytetet e ndryshme. Data do t'i gjejnë në website. Mirë. Në përfundim të fushatës, përfundon edhe projekti. Me përfundimin e fushatës, le të themi ai pika kulmore, cila do të jetë? Ne përfundojmë në 14 qershor takimin e fundit të qytetit Kukësit. Më pas do të kemi nga ekspertët e Institutit Agenda, do të ketë një përmbledhje të asaj çfarë ka ndodhur qoftë në platformën e webit apo në faqen e Facebookut dhe të takimeve që kemi bërë. Takimet do të hidhen të gjitha të regjistruara në video dhe do ketë mundësi që secili të dëgjojë, të shohë dhe të kuptojë se çfarë është diskutuar. Më pas do ketë një përmbledhje e cila do i drejtohet partive politike mbi çfarë presin të rinjt nga këto parti në bazë programeve që ata kanë përshtatruar, dhe në të njëjtën kohë ne shpresojmë që nëpërmjet këtij produkti final të rrisim çik edhe ndërgjegjësimin e partive politike, që disa premtime që i kanë dhënë duhet i mbajnë pastaj në 4 vitet e ardhshme. Mirë, unë ju falenderoj pafund. Ishte Jone Isufaj edhe Elena Polo. Faleminderit shumë. Shumë faleminderit ty e dashur dhe një herë një ditë sa më të bukur dhe të mbarë. Mirë, dhe do takojmë prapë në fund për të thënë nëse u plotësuan pritshmëritë apo jo, si ishte gjitha kjo. Është pjesa më e rëndësishme ka përshtypjen. Okej. Vetë të gatshëm të vim sa herë që të naftoni. Okej. Faleminderit. Të dashur miq, shpresoj që e dela Mirëmëngjes sot jo vetëm t'ju ketë zgjuar mirë edhe mbar, por edhe t'ju ketë dhënë nuance pozitive
pozitive. Keni marrë nga kjo studio urime të pafundme për gjithë besimtarët që sot festojmë Pashkët, edhe shpresoj që javën e ardhshme të vim me gjëra të reja, me risi të reja dhe me të ftuar shumë interesant. Kjo as që vjen diskutim. Nga unë Elisa Gjerani, miru takofshim.